إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Pas Hudit alayhi salam, pasi që treguam për Hudin alayhi salam, për popullin e Hudit alayhi salam, për fisin e Ad, tash I ka koha tregimit apo historisë së njeriu të devotshëm Salihut alayhi salam. Shkatrimi I popullit të Adit, shkatrimi I popullit të Hudit alayhi salam, nuk ishte gjithë përfshirës, që e kishte shkatruar Allahu krejt botën. Çështë që e kishte shkatruar popullin e Nuhut alayhi salam, në atë kohë e kishte shkatru krejt botën. Veç kush kishte hyp në ani e kishte shpëtu. Kur e shkatroi Allahu Hudin, kur e shkatroi Allahu fisin Ad, popullin e Hudit alayhi salam, e shkatroi vetëm atë popull dhe vetëm atë vend ku ka qenë fisi Ad, fisi I popullit të Hudit alayhi salam. Gjithashtu, pas fisit Ad, edhe na për shumë ajete Allahu e përmend fisin Ad dhe Thamud. Mas fisit Ad e përmend mirë fisin Thamud Allahu subhanahu wa taala. Fisi Thamud është fisi I Salihut alayhi salam. Allahu e ka përmend në Kur'an wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Por kujtoni kur ai ju bëri sundues zëvendës pas Adit. Por kujtoni kur popullin e Salihut, popullin Thamud e banëm zëvendësues pas Adit. Pra popullin e Salihut alayhi salam. Edhe sipas historianëve, edhe sipas asaj që Allahu e përmend në Kur'an, populli I Thamudit vjen pas popullit të Adit, pas popullit të Hudit alayhi salam. Dihet se sikurse Hudi alayhi salam I cili ishte arab, edhe Salihu alayhi salam ishte prej arabëve, nuk ishte prej ndonjë populli tjetër. Është interesante se tregimi I Hudit alayhi salam dhe I Salihut alayhi salam nuk ka qenë I njohur fare tek krishterët dhe tek jehudët. Pse nuk ishte qenë I njohur? Për atë se Hudi alayhi salam dhe Salihu alayhi salam nuk kanë qenë prej Beni Israilëve, por kanë qenë prej arabëve. Ndërsa Allahu I ka përmend Ibrahimin alayhi salam, Musa alayhi salam, I kanë përmend edhe librat e tjerë që I besojnë krishterët dhe jehudit, sepse këta kanë qenë prej Beni Israilëve. Kush ishte populli I Thamudit? Populli I Thamudit ishte arab që jetoni në gadishullin arabik, në veri perëndim të Arabisë Saudite, të gadishullit arabik. Dihet na e cekëm se populli I Hudit alayhi salam ka jetu në jug të gadishullit arabik, ka jetuar në mes të Yemenit dhe Omanit, ndërsa fisi Thamud I Salihut alayhi salam ka jetu në veri perëndim të gadishullit arabik. Pra nalt gadishullit ka jetu populli Salihut alayhi salam dhe Salihu alayhi salam, ndërsa në jug të gadishullit arabik ka jetu fisi Ad I Hudit alayhi salam, ndërsa në mes janë Mekka dhe janë Medina. Populli Thamud erdhi pas popullit Ad
edhe para Ibrahimit alayhi salam. Quhej Thamud për shkak se njëri prej stërgjyshëve të këtij populli është ujt Thamud. Edhe prej këtij stërgjyshit e kanë marrë emrin fisi Thamud. Sigur se kemi thonë edhe më herët, se qëllimi i shejtanit ka qenë mi deviju njerëzit për rrugës së vërtetë. Siç i devijoi shejtani popullin e Hudit alayhis salam fisin e Ad, gjithashtu arriti me deviju edhe popullin e Salihut alayhis salam, popullin Thamud. Populli Thamud ishin njerëz apo popull që i adhuronin idhujt, i banin shirk Allahut subhanahu wa taala. E Allahu te ky popull që i adhuronin idhujt, që i adhuronin statujat, në mesin e këtij populli Allahu e dërgoi një njerëz të mirë si Salihu alayhis salam, që më u tërheqë vërejtën popullit, se janë duke i bërë shirk Allahut, se janë në rrugën e gabuar, se janë në rrugën e shejtanit, ju bani thirrje në Islam dhe fjalën la ilaha illallah. Allahu nga mëshira e dërgoi Salihun alayhis salam, ndaj mëshira që e kishin ndaj njerëzimit, ndaj njerëzve. Shejtani e mbajti fjalën që kam i deviju njerëzit për rrugës së vërtetë. Mirpo dhe Allahu e mbajti fjalën dhe dërgoi pejgamber, duke mos i lënë njerëzit pa udhëzues, duke mos i lënë njerëzit pa çortues, që i çortojnë. Allahu subhanahu wa taala dërgoi Salihun alayhis salam si përgëzues dhe çortues, si misionar, si thirrës për në rrugën e të vërtetës. Kështu që Allahu ka dërguar kohë pas kohë pejgamber që e çonin në vend emanetin e Allahut, që ishte thirrja në fjalën la ilaha illallah. Ashtu siç e kishte dërguar më parë Nuhun, pastaj Hudin, pastaj Allahu në fisin Thamud e dërgoi Salihun alayhis salam për t'u tërhequr vërejtën njerëzve. Allahu e ka përmendur në Kur'an të thotë: "Wa ila Thamud akhahum Saliha." Fisi Thamud ne i dërguam vëllaun e tyre Salihun. Qale ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ajo tha, o popullim, adhurojeni vetëm Allahun, se ju s'keni zot tjetër përveç tina. Pra kemi thënë shpesh se thirrja e këtë pejgamberëve prej të i parë deri te i fundit ka qenë me adhuru Allahun dhe mu largu prej idhujve. Allahu i madhruar e zgjodhi Salihun alayhis salam. Kur Allahu i ka dërguar pejgamberët e një popull, i ka dërguar nga vetë ai popull. Për shembull, Salihun alayhis salam e ka dërguar te populli i vet, në mesin e popullit të vet. Edhe Muhamedit alayhis salam Allahu e ka dërguar tek populli i vet, tek fisi i vet. Pse është për çfarë arsye? Do të thonë se ato edhe para shpalljes e ka njohur Salihun alayhis salam, e ka njohur si njeri i mirë, si njeri i devotshëm, si njeri i drejtë. Gjithashtu edhe Muhamedit alayhis salam ka qenë me nokën el Amin i besueshmi, para se më ardh shpallja. Këtë ka njohur si të mirë. Mirë, po prej kurse i ka ardhur shpallja, prej se ka nisë mi thirr njerëzit në tauhid në shpërinë Allahut, me njerëz pejgamberët janë bërë të këçit tek populli i vet. Për atë arsye Allahu i ka dërguar pejgamber tek populli i vet, tek fisi i vet, sa ata e njohin atë person, ja din biografinë, ja din cilësitë e atina. Për këtë arsye Allahu i ka dërguar. Sa njeriu kur e thirr, ç'është dallimi me thirr dikant të afërt në fe? Me këshillu dikant të afërt edhe me këshillu dikant që është pak më i largët. Se njeriu kur e këshillon dikant që është i afër me jot, që është i afër, për shembull është familjar o shok, ti ki dëmshuri më të madhe për ata. Se e ki vëlla, e ki motër, e ki babë, e ki nan, e këshillon më me dëmshuri. Je më i butë ndaj atina. Je më i butë e këshillon me këshilla më të mira. Je më i durueshëm. Ndryshe është kur ta këshillosh një person të afër, edhe ai ta kthen me të keqe, ndryshe është kur dikush që është i largët ta kthen këshillën tënde me të keqe. Pra me ta afërmin, me familjarin ti je më i butë, je më i durueshëm. Edhe je më shumë sabëli, je më këmbëngulës në thirrje. Prandaj Allahu dërgoi pejgamber tek popujt e tyre. Për arsye që më kanë thirrja dhe misioni më i mirë. Misioni të gjithë pejgamberëve nga i parë dhe i fundit se kanë është thirrja në Islam. Se Allahu ka thënë: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ne nuk dërguam asnjë të dërguar para teje e të mos i kemi shpallë atina, nuk ka zot tjetër përveç meje, për adhuroni vetëm mua. Kjo është thirrja Allahu subhanahu wa taala, që e ka dërguar tek njerëzit përmes pejgamberëve.
Pra ky ka qenë misioni i këtij pejgamberëve. Ka thënë Allahu: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu tagut." Ne dërguam në çdo popull të dërguar që kanë thirrje, adhurojeni Allahun dhe largoni prej tagutit, largoni prej idhujve që adhurohen krahas Allahut. Sa dyshim se të gjithë pejgamberët ishin oratorë, në mënyrë që të ishin të aftë me përçu mesazhin e Allahut, me përçu islamin, me transmetu shpalljen e Zotit tek njerëzit. Dhe të gjithë ata kishte shumë urtësi, kishte shumë durim, edhe kishte shumë maturi, ishin shumë të matër të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Metoda që kanë përdorur për të thirrur njerëzit në Islam ishte metoda që i kishte mësuar Allahu. Prandaj pejgamberët kishin sukses dhe ishin njerëz të devotshëm, se ishin të frymëzuar prej frymëzimit apo prej shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. I tillë ishte Salihu alayhis salam, i cili e thëriste popullin e tij në besim me anë të argumenteve, me anë të fakteve, dhe ishte i durueshëm në çimet e tyre, ishte i durueshëm në fjalët e tyre të këqija kur ata i thoshin Salihut alayhis salam. I thëriste në Islam me fjalë të mira dhe me fjalë të bukura. Populli i tij nuk ishte kur një farë arsye timi mos nuk përgjigjet së Salihut alayhis salam. Nuk ishte kur një farë arsye. Krejt me fakte, krejt me argumente, të i thirr Salihu alayhis salam, mirë po ata ishin kryenaç. Ishin mendje më dhënë, dinin të vërtetën dhe nuk e pranonin ata. Salihu alayhis salam kur i thirrte ata në fe, u përkujtonte prej ardhjën e tyre, se prej nga kanë ardhur ata, siç e ka thënë Allahu. Ai ju krijoi nga toka dhe ju vuri të jetonin atë. Andaj kërkoni falje nga ai dhe kthehuni me pendim tek ai. Padyshim Zoti im është afër dhe i përgjigjet lutjeve. Ju thot o Zot, ju thot o ju njerëz, adhurojeni Allahun se nuk keni zot tjetër përveç tij. Ai ju ka krijuar prej toke, ju jeni njerëz të tokës. Edhe në tokë keni me hi. Ju thot ju jeni bitë e tokës. Allahu ju ka bën më këmbë zavens në tokë. Adhurojeni Allahun dhe largoni prej idhujve. Kjo është thirrja e Salihut alayhis salam ndaj popullit të tij. Salihu alayhis salam ja përkujtonte popullit e tij me ngjarjet që kanë ndodhur më herët. Ja përkujtonte ngjarjen e Hudit alayhis salam, ngjarjen e fisit të Hudit alayhis salam që Allahu i shkatroi, Allahu i dënoi për shkak se nuk ju përgjigjën thirrjes së Allahut. Pra Salihu alayhis salam e përkujtonte popullin e tij me përkujtimet e popujve të mëhershëm. E ka thënë Allahu në Kur'an, përkujtoni kur ai ju bëri sundues pas Adit, pas fisit të Hudit alayhis salam. Ju vendosi në tokë, e ju në rafshin asaj ndërtoni pallate, kurse në kodrina ngreni shtëpia. Përkujtoni të mirat e Allahut e mos u bëni shkatrues të tokë. Allahu po përmend në Kur'an se Salihu alayhis salam i ka thirr popullin e vet. Edhe ju thot se Allahu ju ka dhënë shumë mira, Allahu ju ka dhënë shumë begati, ndërsa ju ja ktheni me të keq Allahut subhanahu wa taala, po i bëni shirkatina. Pia kujton mirësitë e shumta, siç ka thënë Allahu fi jannati wa uyun. Në kopshte e pranë burimeve, ju ka thënë se ju keni kopshte, keni burime, keni shumë dhunti. Me ara më të lashta dhe palma hurmash me fruta të shijshme. Ju ka thënë se ju keni palma të ndryshme, keni palma hurmash, keni fruta të ndryshme. Ju i gdhenni shtëpit në male me mjeshtri të rrallë. Pra populli i Salihut alayhis salam njihet se kanë qenë shumë putor. Gurzi dhe shkëmbin të mëdhenj kanë gdhenjt sa që kanë bë shtëpia, kanë bë kasolle, kanë bë vendbanime prej shkëmbinjeve të mëdhenj. Sa që thotë edhe sot ekzistojnë ato shtëpia të gdhenjtura prej gurit. Edhe sot shkojnë edhe vizitorët i vizitojnë ato vende. Ato shtëpia që janë të gdhenjtura prej gurit, që datojnë qysh nga koha e Salihut alayhis salam. Këto shtëpi ato nuk i bënin se kishin nevojë me gdhenjt gurin, po ato i bënin nga mendje madhësia, nga krenaria e tyre, duke dashur të tregonin aftësitë që i kishin, duke treguar se këto janë punëtor, duke dashur të treguar se këto janë shumë të aftë, dhe Allahu ju kishte dhënë shumë të mira. Të gjitha këto të mira në fakt, ju thot Salihu i keni prej Allahut, se keni prej juve. Edhe na si musliman këta e dina se të mira që i kena, se kena pse na shumë të mëshëm ose shumë aft, ose shumë ndjen prej. Të mirat i kena pse ka dashur Allahu më na i dhon. Se Allah kur do më dhon diçka i çon kit sebepet që ti më arrit atë sen, ti më arrit atë pasuri, ti më arrit ata të cilët ti dëshiron dhe e ke insën. Pra të gjitha të mirat i kemi prej Allahut.
edhe s'ban dikush me thonë, jo që me thonë, pa as me menu, nuk ban njeriu se e ka një diçka, se është i aftë me ba, jo, po, se kështu e ka risk edhe kështu e ka prej Allahut. Allah e ka përmen, wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Unë për këtë nuk kërkoj ndonjë shpërblim për jush. Shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botrave. Pi thot Salihu alayhis salam, unë s'jam të kërku shpërblim për juve, s'jam të kërku pasuri për juve, s'jam të kërku pozit për juve. Unë shpërblimin e kam vetëm te Allahu. Po do më ju tregu Salihu alayhis salam, s'u jam i sinqert në thirrën time. S'kam kur një far interesi të kësaj bote. Vetëm pja u do të mirën juve dhe po du që ju më kanë të shpëtum. Ju me fitu xhenetin edhe më kanë mbrojtur prej zjarmit të xhenemit. Po ashtu kishte thënë, nuk ka në këtë botë përjetësi, ashtu si që ka thënë Allahu, e tu trakune fima huna aminin. Po Allahu thot, vallë, a mendoni se ju do të mbeteni aty përgjithmonë? A mendoni se keni me jetu përgjithmonë dhe s'kemi vdek? Dijet se kjo botë është e kufizuar, e ka fillimin e saj dhe e ka mbarimin e saj. Në këtë botë gjithçka është e kufizuar. Në këtë botë gjithçka mbaron. Përveç Allahu subhanahu wa taala. Dhe ato sende që dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Salihu alayhis salam po vazhdon mjau për kujtu popullit tina të mira që kishte dhënë Allahu. Begatit, palmat e hurmave, frutat, pallatet, shtëpitë e gdhendura prej gurit. Pja për kujton Salihu alayhis salam se sa fira ju ka dhënë Allahu. Ata në fakt u deshtën me u ndalu edhe me i mendu dhe me i logjiku argumentet. Mirë po ata u banën popull kryeneq dhe nuk e pranuan besimin, nuk e pranuan tauhidin. Çfarë cilësi kishte populli Thamud? Tek populli Hudit e pam se veçoria e tyre ishte dëshira për kryelartësi, për zotësi, për ta ndier veten të pa poshtë, pa rival. Ndërsa te Salihu alayhis salam, tek populli Salihu alayhis salam e vërejmë dëshirën e madhe të knatësive materiale, të knatësive të kësaj bote, si në ushqim, në pije, në vendbanime dhe në ndërtesa. Populli Salihut alayhis salam ishte i dhënë shumë pasjetës së kësaj bote, pas epsheve, pas hajës, pas pijes, pas ndërtimeve në gur. Kjo ishte prej cilësive të popullit Thamud. Allah e ka thënë: "Wa la tuti'u amra al-musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." E mos i dëgjoni urdhat atyre që e teprojnë të keqe, musrifin. Kush janë musrifinët? Janë ata të cilët e teprojnë, qoftë të mirë dhe në qoftë të keqe. Ata të cilët e teprojnë në gjithçka, edhe në halal, ama e teprojnë edhe ajo bëhet më ndaluar. Për shembull, me hëngër me pi është halal, mirë po nëse teprojnë ajo bëhet haram. E kështu janë musrifin, që ka thënë Allahu në Kur'an që e teprojnë gjithçka. E populli Salihut alayhis salam, fisi Thamud ishte që e tepronte të këqija, që e tepronte në fesad edhe në çrregullime, që ja banin Salihut alayhis salam edhe besimtarëve që e besuan Salihun alayhis salam. I tha Salihu alayhis salam se ti je njeri me magji, të kanë bë magji tyje, ty të kanë bë sehr. I thonë no Salih, ti je një njeri me magji, fjalët e tua tregojnë se ti je i mangët në mendje, ti nuk e di se çfarë flet. Ti je i prekur nga një magji e fortë. Ashtu si që ka thënë Allahu, qalu innama anta min al-musahharin. Ata thanë, vërtet ti je prej të prekurve nga magjia. I thanë, ty të ka prek magjia. Që ashtu që shkanë dhe Muhammedit alayhis salam, i thanë si irbas. I thanë se ti je i magjiosur, ka kap magjia. Kështu këtë pejgamberët i kanë akuzu, i kanë etiketu me etiketime dhe akuza shumë të këqija dhe shumë të pavërteta. Edhe i thanë, ma anta illa basharun mithluna. Ti nuk je tjetër vetëm se sikur se ne. Ti je sikur se ne, ti je prej këtij populli. Ti nuk je kur gjatë tjetër prej neve. Dhe i thanë, ti je i keq. Edhe ti po na sjell vetëm keq neve. Çështë i thanë Salihut alayhis salam. Pse ka ardhi, na kur gjë mirë na nuk po shohmi. Na po shohmi vetëm keq. Që shtojnë atë na, dikush ti je baksos. Si po vjetin na hajt më nuk po shohmi. Çështë i thanë edhe Salihut alayhis salam. Tha pse ke ardhi, na nuk po shohmi hajr, vetëm keq na duke pa, vetë çrregullime dhe fesatin na duke pa. I thanë se ne jemi të dëshpëruar prej teje. Çfarë po ina lodh prej teje? Ata thanë, o Saleh, ti ke qenë i nderuar mes nesh. Dhe shpresa jon para kësaj fjale, para fjalës së Islamit. A mos vallë po na ndalon të adhurojmë ato që i kanë adhuruar prindërit tanë,
vërtet ne jemi në mëdyshje për thirrjen tënde. Edhe Salihu alayhis salam para shpalljes e ka njohur njëri të mirë dhe devotshëm. Pastaj u boi keq prej se nisi mi thirr njerëzit në tauhid në njëshmërinë e Allahut. Ata i thanë se na kena dyshime në misionin tënd, thirrjen tonë, e na të dyshu se thirrja jote nuk është e vërtetë. Populli i Salihut alayhis salam u ndan në dy grupe. Popull besimtar dhe jo besimtar. Një pjesë prej popullit e besoi Salihun alayhis salam, ndërsa shumica e popullit, shumica dërmuese e popullit u bën krenet dhe mendjemlloj dhe nuk e pranuan thirrjen e Salihut alayhis salam. Paria e Thamudit ishin kryesorët që nuk besonin, ishin kryesorët në mendjemallësi dhe në shirk, ndërsa shtresa e ulët dhe e dobët ishin shumica që e besuan Salihun alayhis salam. Ashtu si edhe Muhamedit alayhis salam, të parë që e kanë besu, kanë qenë njerëzit e dobët, kanë qenë shtresa e ulët. Pastaj e kanë pranuar Islamin edhe shtresa mesme dhe shtresa e lartë. Paria e fisit të Salihut alayhis salam i kërkon mrekulli Salihut alayhis salam, me qëllim që me përgënjeshtru Salihun alayhis salam. Paria e Thamud pi kërkon mrekulli, mucize. Çka është mrekullia? Çka është mucizja? Muciza i thënë arabisht. Të thot dukuri e jashtëzakonshme e cila i të kalon ligjet e natyrës. Është dukuria e jashtëzakonshme, me ligjet e natyrës smurt më kuptu. Allahu çdo pejgamberi i ka dërguar mucize. Mucize i ka dërguar mrekulli. Pra këto janë dukuritë e jashtëzakonshme që bin kundërshtim me ligjet e natyrës. Ligjet e kësaj bote s'mund mi pranu ato. Ato janë vetëm prej Allahut, prej krijuesit të gjithësisë. Allah ka përmendur në Kur'an: "Ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin." Ti nuk je tjetër vetëm se një njeri sikur se ne. E nëse thua të vërtetën, sill pra ndonjë argument, sill ndonjë fakt, sill ndonjë mrekulli, ndonjë mucize se ti je i dërguar i Allahut. Kështu i thonë Salihut alayhis salam. Ebu Hurajra transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Nuk ka asnjë nga pejgamberët e të mos ketë pasur diçka, ndonjë mrekulli me të cilën besojnë njerëzit. E ato çka më janë dhënë mua si mrekulli është shpallja që Allahu më ka shpall Kur'anin." Pra çdo pejgamberi Allahu i ka dërguar mrekulli, mucize. Muhamedit alayhis salam Allahu ja ka dërguar shumë mucize, por mirë, por mucizën kryesore, mrekullin kryesore ka pas Kur'anin. Kjo ka qenë mucizja më e madhe e pejgamberit alayhis salam. Ka pas mucize edhe Isa alayhis salam i ka shëruar të vobektit, i ka shëruar njerëzit që s'kan pa. Allahu ja ka dërguar shkopin Musa alayhis salam. Allahu ja bën zjarmin të ftohtë Ibrahimit alayhis salam. Pra çdo pejgamber ka pas mucize dhe mrekulli që populli i tij me pranua, që populli i tij më mbledh mend. Mirë, po shumica e popujve nuk i pranuan thirrjet e pejgamberëve. Thirrjet e pejgamberëve i pranuan vetëm një pjesë e popullit. Mirë, po pasus më të mëdhoj i ka pas Muhamedi alayhis salam. Umeti më i madh është umeti i Muhamedit alayhis salam. Thamudi, populli i Thamud kërkoi nga Salihu alayhis salam mrekulli. Populli i Thamudit në bindje ishte se Salihu ishte gënjeshtar, ishte rënavec, se nuk ishte pejgamber. E veç për me përgënjeshtru atë, i tha na sjellni neve një mrekulli. Një ditë prej ditëve, çu ka ndodhur ngjarja? Një ditë prej ditëve, Salihu alayhis salam sikurse shumë herë dhe shumë raste, po dalë edhe për thirr popullin e vet. O populli jam, pranon Islamin, pranon fjalën la ilaha illallah. Unë jam i dërguar i Zotit. Penis mi thirr në Islam. Penis mi thirr në tauhid Salihu alayhis salam. Po çohet paria e fisit të Thamud. Edhe pithojnë, na sjellti neve në mrekulli, na sjellti neve në mucize. Edhe pithojnë, a pëshe qëtë gurit të madh, a pëshe qëtë shkam të madh. Ne dale prej këtij shkambi, prej këtij gurit të madh një deve. Edhe pja përshkrujnë ato me filozofinë e tyre, çish më kanë deveja. Edhe pithojnë se prej asaj deve me dal një deve më e vogël, që kur dale ajo deve prej gurit, më kanë me bardh, më kanë shtazane 10 muajshe. Edhe për thot Salihu alayhis salam, po nëse ndodh kjo, a keni më besu ju mua? Këtë thënë, po, kena më të besua. Sjellë ti kët, bani ti këta çka po thojnë ana. Po largohet Salihu alayhis salam, po shkon në faltorën e vet, në vendin e faljes, pe adhuron Allahun. Edhe pe lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu më ja pranon këta. Edhe Allahu subhanahu wa taala pe ban që prej gurit, prej shkambit të madh, me dal një deve e madhe. Edhe dul devja, ç'është që kishim kërku.
Mushrikët e Salihut alayhis salam, populli i Salihut alayhis salam, dol edhe ishte me barë shtatzore 10 muajshe. Kur dol prej gurit të madh, prej shkambit të madh, kjo deve u çuditën të gjithë. Kjo ishte mrekulli që Allahu ja kishte sjell popullit të Salihut alayhis salam. Edhe prap shumica u bën kryenaç. Prap shumica nuk e pranuan. E pa me fakt me argument të madh, këtë mrekulli të madhe. Mirë, po vetëm një pjesë e pranuan dhe u bën muslimanë, pranuan Islamin, ndërsa shumica prap u bën kryenaç. Prap u bën mendjemlloj dhe nuk e pranuan të vërtetën. Vazhduan në fenë e vjetër të baballarëve të tyre, vazhduan në kufër dhe në shirk, vazhduan në mosbesim. Allahu e ka përmend daljen e devës nga shkëmbi, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya. O popullim, kjo është deve e Allahut. Kjo është shenjë e qartë për juve. Kjo është argument për juve. Gjithashtu pecek, qala hadhihi naqatun laha shirbu wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Ai tha, ja kjo është një deve, ajo do ta ketë radhën e saj për të pirë, ashtu siç edhe jo ditët e caktuara. Pra, dul devja prej shkambit, që ashtu që kërkuan ato, dul me barë 10 muajshe, dhe Salihu alayhis salam pi urdhëron që një ditë me pi devja ujë në pus apo në lum, edhe një ditë me pi jo. Edhe pi urdhëron, edhe pi kërcënon Salihu alayhis salam, mos e prekni këtë deve, mos t'ju shkoje mendja që m'ja thri kamtë ose m'ja thri durt, mos t'ju shkoje mendja që me dëmtu apo me vra këtë deve. Se dinte Salihu alayhis salam se me çfarë popull e kishte të bante. E kishte popullin e tina, i kishte tafërmit e tina. E dinte se sa njerëzit që janë edhe para lemron, mos se bani këta se kam ju kap dënimi i Allahut. Allah ka thënë në Kur'an, wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabu yawmin adhim. Mos i bëni kurfar të keq asajna, se do t'ju godas dënimi një ditë të madhe. Kam ju godit një dënim shumë i tmerrshëm dhe shumë i madh. Pas kësajna janë pasojat e krejrëve të këqenj. Allahu i madhruar në ka treguar në Kur'an, në ka treguar se nga paria e popullit të Salihut ishte 9 veta. Prej krejt popullatës këto ishin më të këqenjt. Këto ishin koka e të keqës, koka e fesadit. Allahu ka përmend wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. E në qytet ishin 9 veta që bënin shkatrime në tokë e nuk bënin përmirësime. Sigurisht që ka pasur edhe njerëz të tjerë të këqij, mirë po këto kanë qenë të dalluar për të keqen e tyre për fesadin e tyre. Këto 9 veta ishin ata që e vran devën e Salihut alayhis salam. Nuk e ngun Salihun alayhis salam, nuk e ngun firin atina. Ju tha mos e prakni devën se kam ju kap dënimin e Allahut. Kam ju kap zjarmi i xhenemit. Ato shkon edhe e mbytën devën e Salihut alayhis salam. Shkuan, u mbledhën plot për njerëzve, saqë dolën edhe gratë me godit devën. Me kitë mjetet e asaj kohë që i kishin. Ja thin kamt, ja thin durt, e përplasën devën. U çun krejt populli, krye me këto 9 veta dhe e mbytën devën. Që Allahu e kishte bërë mrekulli për Salihun alayhis salam dhe popullin e Salihut alayhis salam. Këto 9 veta e banën planin. E banën planin derisa devja ishte duke u kullot, e marrin ata, e lidhin dhe e mbytin. Me një mbytje shumë të tmerrshme, me një mbytje shumë të keqe, me një mbytje duke e mundu shumë, jo mbytje për me njëherë, po me goditje të ndryshme. Edhe kur pesheh Salihu alayhis salam se e mbytën devën, atëherë Salihu alayhis salam kërcënon popullin e tij dhe i thot me kërcënim që ka ardhur, jo vetëm për Salihut, por ka ardhur për Allahu subhanahu wa taala. I thot se mas tradit dhe kam ju shkatruar juve Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka thënë fa akharuha fa qala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Megjithatë ata e therrën atë, ai u tha kënaqni në vendin tuaj edhe 3 ditë. Edhe 3 ditë i keni, edhe kam ju shkatruar Allahu subhanahu wa taala. Kështu pikërston Allahu subhanahu wa taala. Po thotë keni edhe 3 ditë. Edhe mo nuk ka shpëtim për juve. Ata e therrën devën dhe me krye lartësi shkelën dispozitin e Zotit e tyre dhe thanë, o Salih, sillna atë me çka na u kërcënove nëse je prej të dërguarve, sill dënimin e Zotit.
Allahu i solli këtij populli mrekulli, i solli mucize, ata përveç se pranuan thirrjen, e mbytën devën, i thonë të bërë tash, në të na vjesh këtë dënimi i Zotit. Dhe pas kësajna, erdhi dhe komploti i dështuar për ta vrarë Saliun alayhis salam. Populli për këtyre 9 vetave kryesor që ishin, morën vendim që me vrarë Saliun alayhis salam, se u lodhën për tina mo. U lodhën për veprimeve të Saliut alayhis salam dhe shkuan me vrarë Saliun alayhis salam. Edhe po shkojnë me borroje natën që kur dale Saliu alayhis salam, me njerë me vrata. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala ka dërguar me lajke me gur, që me gur i ka vrarë këta persona, që erdhen me vrarë Saliun alayhis salam. Edhe këto që shkuan me vrarë Saliun alayhis salam, shokët e vet që kanë më lart, kur po shohin që këto s'po vijnë, kur po shohin ata të vrarë, po shohin ata se janë të vrarë me gur, që janë të vdekur. Edhe akuzojnë me njerë Saliun alayhis salam, se Saliu alayhis salam i vetëm është ai i cili ka vrarë disa persona. Mirë po, me njerë mbrojtje, videt fisitina Saliut alayhis salam. Për thot, mos e prekni Saliun. Përritne, apo thot Saliu, se mas 3 ditëve kam ju shkatru Allah, përritne këto 3 ditë. Nëse nuk vjen shkatrimi, atër bani që ka doni me Saliun alayhis salam. Mirë po, që ka ndodhi? Pas 3 ditëve, erdhë shkatrimi për këtë popull. Bile gjatë këtyre 3 ditëve, akoma pa ardhë shkatrimi. Kur u zgjonin mëngjes, u zgjonin të zverdhur. U zgjonin të kuq u zgjonin njerëzit prej gjumit, prej frikës madhe, duke e prit dënimin. Dhe pas 3 ditëve, erdhë dënimi premtuar, siç e ka thënë Allahu, fa akhadhathumus sayhatu musbihin. E ata në mëngjes i goditi zëri të mërshëm. Pas 3 ditëve, këtë populli u qua para sabahut. U quan herët në mëngjes. Mirë po kur lindi dielli, pasi që lindi dielli, Allahu e dërgoi prej qiellit një britëm shumë të madhe, një zau shumë të madh, edhe shumë të fuqishëm, që i shkatëroi dhe vdiqën të gjithë mosbesimtarët, të gjithë idhujtarët, përveç besimtarëve të cilët i kishte shpëtuar Allahu. Allahu ka thënë në Kur'an, ndërsa ata që bën zullum i kaplojnë një zë të mërshëm, dhe në shtëpitë e tyre u gdhin të vdekurët të palëvitshëm, sikur të mos kishte qenë fare në të. Vërtet fisi Thamud e mohoi Zotin e vet, mallkimi i Zotit qoftë mbi Thamudin. Pra, ka thënë Allahu në ajet tjetër, atëherë ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpitë e tyre kufova të ngrira. Allahu ju kishte dërguar dënim, goditje prej qiellit dhe prej tokës. Prej qiellit kishin një zau shumë të madh, një britëm shumë të madhe, ndërsa prej tokës një tërmet shumë i madh dhe shumë i fuqishëm. Kështu e dënoi Allahu popullin e Saliut alayhis salam me këtë dënim shumë të madh, që i shfarosi të gjithë. Përveç Saliut alayhis salam dhe besimtarëve, Allahu e ruajti Saliun alayhis salam dhe besimtarët. Ata nuk e nitën këtë britën të madhe, nuk e nitën këtë tërmet të madh. Edhe kështu ka ndodhur me popull tjerë, kur Allahu e ka shkatruar një popull, besimtarët kanë shpëtuar. Edhe besimtarët nuk i ka kaplu dënimi i madh i Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka thënë, me mëshirën tonë e shpëtuam Saliun bashkë me besimtarët e tij nga poshtrimi asaj dite. A ka poshtrim më të madh se me dënu Allahu? A ka poshtrim më të madh se Allahu me dënu çush në jetën e kësaj bote, me të godit me një dënim të madh, po para mëllani dënimin e xhenemit, dënimin e botës tjetër. Që është dënim akoma më i madh, Allahu na ruaj. Me të vërtetë Zoti yt është i fortë dhe është i plotfuqishëm. E pas përfundimit të këtij dënimi, pas vdekjes së këtij fisi të madh, fisi Thamud, filloi me mbretëru një heshtje, kur kush më nuk fliste. Ai u largua prej tyre dhe tha, o popullim, Saliu alayhis salam i thot, o popullim, unë ju solla mesazhin e Zotit tim dhe ju këshillova, po ju nuk i dënit ata që këshillojnë. Për thot Saliu, popullit vetë edhe pse kishin vdek ma. Thot, unë ju thira juve, po ju sungut mua. Ju se pranu thirrjen time. Kështu për thot Saliu alayhis salam, me dëmshuri për popullin e vet. Se të mos kishte pas dëmshuri, nuk kishte dëru gjatë Saliu alayhis salam. Si ishte kanë çaqi matur, atë që gjatë Saliu alayhis salam. Mirë po i kishte njerëz të afër,
ishte të fisit tina, prandaj bënte durim shumë të madh me ta. Dhe i thriste me fjalë të bukura, mirë po ata nuk e pranuan thirrjen e tina. Populli i Salihut e zgjodhën errësirën dhe e zgjodhën dënimin dhe nuk e zgjodhën dritën dhe nuk e zgjodhën shpëtimin. Allahu i madhruar nuk e dënoi fisin Thamud pa e merituar, te Allahu askënd nuk e dënon pa e merituar. Para në Allahu çdo populli i ka dërguar pejgamber që më u tërheq varrejtjen, që më dhirën në Islam, e pastaj ato kur janë treguar mendje mëdhej, kur janë treguar kryeneç, kur e kanë kërkuar dënimin e Allahut, Allahu i ka dënuar. Kështu është mëshira e Allahut. Allahu nuk dënon ty minëra. Allahu prit që ti mu pendu, që ti mi kërku falje Allahut subhanahu wa taala. Mirë po nëse e tepron mëkate, nëse e tepron zullum, ata mund të zbritet edhe dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam, dhe kjo është e fundit, pejgamberi alayhis salam edhe pas qindra dhe mira vjetëve ka kaluar pranë këtij populli. Gjatë luftës së Tebukut kundër bizantinëve, rrugës janë dalë për të pushuar në një vend të quajtur Medainu Salih, qytetit e Salihut. Dhe shohin se janë ndaluar në vendbanimet e Thamudit, i paon pejgamberi alayhis salam sahabët ato shtëpia të gdhendura në mur. I paon ato pallatet e tyre. Dhe aty kishte ujë, kishte lum, dhe sahabët ndalën aty pitën ujë taj lum. I ngarkuan devet e tyre me ujin atij lumit, të atij vendi ku kanë jetu fisi Thamud, edhe përgatitën ushqim prej atij uji. Kur i pa pejgamberi alayhis salam, i urdhëroi që me derdh atë ujë çka kishin ngarkuar te deva. Edhe atë ushqim që kishin përgatitur me atë ujë, të atij vendi të fisi Thamud, mi ia dhon deveve me hangur. Se tha pejgamberi alayhis salam, kanë frikë mos po ju godet edhe juve diçka e ngjeshme me ata që i ka godit ata. Po kanë frikë se edhe juve mund të më godit dënimi që i kishte godit popullin e Salihut alayhis salam. Dhe kjo ishte historia e njeriu të devotshëm, pejgamberit të Allahut Salihut alayhis salam dhe popullit e tij, fisit të tij Thamud. Elusi Allahun e madhruar me ashtu dijen e dobishme dhe dijen e hajrit. Elusi Allahun e madhruar me na dhënë sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Elusi Allahun e madhruar me na fal me faljen e tij të madhe, me na mëshiroj me mëshirën e tij të madhe. Elusi Allahun e madhruar me na bëj prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit. Elusi Allahun e madhruar që me na të bun xhenet çashtu që na ka të bun këtë vend. Zoti ju shpërblet për dëgjimin, për sabrin dhe për durimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.